الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtar nderuar, një ditë prej ditësh pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte duke qëndruar me disa prej sahabëve të tij, shokëve të tij të nderuar, të cilët i pyeti me këtë pyetje: E tedrune men il muflis? A e dini se kush është i falimentuari? Sahabët e nderuar menduan se çështja ka të bëjë me falimentim material. Edhe zakonisht ne në jetën e përditshme, kur përmendet termet si falimentim, bankrotim, çdo herë ndërlidhim me humbje materiale, me humbje të pasurisë materiale. Dhe natyrshëm u përgjigjen duke thënë: El muflisu fina men la dirham lahu wala mata. Sa i falimentuar tek ne është ai i cili nuk ka dirhem, pra nuk ka parë dhe nuk ka pasuri fare. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Innal muflisa min ummati Yati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Tha i falimentuari nga ummeti im do të vijë në ditën e gjykimit me namaz, me agjerim e me zakat. Wa yati qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Por gjithashtu do të vijë krahas namazeve, agjerimeve dhe zakateve që i ka vepruar edhe i ka kryer si vlera shumë të larta islame, një herë thot edhe çka ka bë? E ka shah dikon, e ka rraf dikon, ja ka keq përdor pasurin dikuj, ka shpif për dikë, pra ka bë vepra të liga, i ka dëmtuar njerëzit, i ka keq përdor njerëzit. Prandaj thot vazhdimi i hadithit: Dhe ky njeri në ditën e gjykimit, ose do t'jap pej sevapeve të tij atyre që ju ka bërë dëm, e nëse nuk i dalin sevapet e mjaftueshme, merr pej gjunave të atyre që ju ka bërë dëm, derisa thot futet në zjarr. Ky hadith na mëson diçka. Para së gjithashtë na mëson se adhurimi pa moral, pa edukat nuk është i mjaftueshëm. Pra nëse ne i përmbahemi vetëm ritualeve, si lëvizje mekanike, si veprime mekanike të thata, nuk e përmbushin përgjegjësinë tonë karshi Allahut. Pra, teorikisht, edhe në duke, mund të dukemi si tillë. Por Allahu subhanahu wa taala i di brendit tona, e di moralin tonë, e di edukatën tonë, dhe veprimet tona në raport me njerëzit që na rrethojnë. Prandaj ai na merr llogari jo vetëm për raportin që ne i kemi në raport me të, për raportin vertikal, mes njerëzorës dhe hynorës, mes nesh dhe Allahut, por pjesë përbërëse e imanit,
madje pjesë përbërëse e adhurimin dhe Allahut është edhe raporti ynë me njerëzit. Jo vetëm me njerëz, edhe me kafsh. Sepse e gjithë feja Allahut, në veçanti ritualet obligative që ne i kemi, janë obliguar për më na eduku neve. Krejt feja islame ka ardhur me a pasuru moralin njeriut, me a stolis edukatën. Dhe nëse një musliman mund të falet, mund të agjëroj, mund të jep edhe zakat, për në anën tjetër, ofendon me fjalë, është nënçmues, apo prish njerëz, është përqarës, apo ke shpërdor pasurinë e dikuj, shpif për dikë, e rraf dikë, bën pa drejtësi. Ky njeri e rrezikon raportin e tij me Allahun subhanahu wa taala. Sepse Allahu për drejtësisë së tij ka vendosur dhe ka caktuar që të ketë edhe hak njeriu. Ashtu siç ka hak Zoti, ka edhe hak njeriu. Dhe nuk lejon Allahu që drejtësia e tij të mos shkojë në vend. Prandaj për haqet e Zotit, për të drejtat e Zotit, Zoti ose fal me mëshirë ose ndëshkon me drejtësi. Por për të drejtat e njerëzve, pa u halallshtis mes vete në këtë dynjë, ose edhe mas vdekjes tonë, nëse dikush arrin mi anxher halallin dikuj tjetër që e din që i ka bë zullum dikuj, pe i pasardhësve dhe pe i rrethit të atij të ndjeri, atje na kushtojnë shumë shtrejt. Allahu nuk lejon, sepse është i drejti absolut, nuk lejon që një rob me u shkel edhe në dynjë dhe në ahiret. A pak është shkelaj me nënshmime, a pak është shkel me keqpërdorime, me zullum me padrejtësi, me u shkel edhe në ahiret. S'mund me ndodhi një gjë të tillë, nuk lejon Allahu. Prandaj është i drejti absolut. Dhe për këtë arsye në Islam preferohet mu halallshtis në dynjë sa më shumë që të kemi mundësi, se atje gjonat matën shumë holl. Atje çdo kush ka me këshy veç interesin e vet. Që kërkush s'ka me ditë, ai ka veprat e mjaftueshme të mira. Kërkush s'ka me ditë se ato t'i peshojnë veprat e mira kundrejt atyre të ligave. E në këtë dynjë halallshtisja është më e lehtë, se hala ato që do t'i përjetojmë në botën tjetër i kemi në nivelin e teorisë, i dimi, besojmë, për i kemi si informacione, si teori, por kur përjetohen ato ka me qenë këtë ndryshë, prandaj Allah thënë Kur'an, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Atë ditë ka me ik shoku për shokët, ka me ik nana për e vladit. Çdo kush ka me ik për tjetrit. Ka me shku e vladit, ka me thonë oj nan, s'po mdalin se vapat, mjep do tuat, ka me thonë e vlad, më vjen keq, po s'dit mija ata i kam bëllë. Çdo kush ka me këqy interesin e vet. Situata ka me qenë asisoj. Prandaj halallshtisja në dynjë është shumë problematike. Shumë problematike. Se kërkush s'ka garancë. E në këtë dynjë shkon lehtë. Prandaj preferohet sa më shpesh me kërku halal në njëri tjetrit. Mos me ilon për atë dynjë sa atje matën gjona të holl, edhe peshojnë rand. Pra mësimi i parë, nuk ka adhurim të mirëfillt pa edukat të mirëfillt. Dhe për këtë arsye, Allahu i ka obligu farzet që na mu eduku. Milon të këshijat, jo me i rujt këshijat. Allah thot në raport me namazin, inna salata tenha anil fahshai wal munkar. Pa dyshim se namazi e pengon njeriu, e mbron nga imoraliteti, si një prej dukurive më të rrezikshme dhe më shkatruese, dhe nga çdo ligësi, sepse termi el munkar është i përgjithshëm. Çdo gjë që quhet dhe konsiderohet e ligë e përfshin që ky term që quhet el munkar. Dhe kushdo që thellohet në përjetimet namazit, komunikon me Allahun përmes namazit përshpirtshmërisht, sinqerisht, është e pamundur mos me ilon të këshijat. Por në anën tjetër, kushdo që falet dhe s'përmirësohet, le ta di mirë se ka problem, ka defekt serioz në namazin e tij. Ose nuk është i sinqert sa duhet, ose nuk është duke kryer çish duhet namazin, se s'ka mundësi namazin mos me përmirësu njeriu. I ka përmirësu sahabët që dje kanë bërë krime të mëdha. Kanë adhuru gur, drum, hurma. I kanë vrarë për zgjalli vajzat e tyne. Kanë bërë imoralitet. Kanë vjedhur, disa prej tyre kanë qenë cuba. Ju kanë dalë njerëzve në rrugë, i kanë plaçkit. Edhe janë bërë njerëzit më shëmbullor që një historia njerëzimit. Se namazi ka pastru, kanë qenë sinqertë, ku kanë hyrë në Islam, kanë hyrë komplet.
Prandaj Allah thot udkhulu fi silmi kafe, hyni në islam komplet, integrohuni në islam plotësisht, jo pjesërisht, jo selektivisht, plotësisht. Mësimi i dytë është se mëkatet ndaj njerëzve din të bëhen shkatrimi ynë. Gabimet tona ndaj njerëzve në këtë botë din të bëhen shkak i shkatrimit ton. Prandaj dhe ai që falet ditë e natë, ai që agjeron çdo dytë ditë, si Davudi alayhis salam, edhe ai që vazhdimisht jo vetëm që jep zakat, por jep edhe sadaka vullnetare, nuk ka garancë se mund të jetë i shpëtuar në ditë gjykimit. Pse? Se ka gabime përreth vetes. Mund të ketë gabime. Prandaj besimtari duhet me hulumtu veten e vet. Mund dalë dhe me pyet veten, mos kam lëndu zemra, mos kam nënçmu njerëz, mos kam bë padrejtësi, mos kam keq përdor pasuri, mos kam rraf dikon padrejtësisht. Qoftë edhe fëmin tim. Se mas pare Allah ka me na pyet neve për fëmijët tanë, për ata që i kemi pas nën kujdesje, për ata që i kemi pas nën përgjegjësi. Nashta na herë kum çu dorë ndaj vllatit tem sa së dasht. Vallahi është një pezullumë më të madhe. Se shpesh disa prind mendojnë që për shkak të autoritetit prindor që e kanë, mendojnë që ata e kanë të lejuar me bëj çdo gjë me fëmijët e vet. Mendojnë që e kanë të drejtën absolute me i rrah fëmijët kur dojnë, çysh dojnë. E me i sakatue. Ja vallahi s'ta ka dhënë Allah drejt. Allahu të ka obliguar me eduku fëmijën. Jo me dhënu fëmijën. E dikush tjetër në raport me gratë e tyne. Qonë edhe i rrahin gratë. Tu mendu që kjo burnia, e disa i keq përdorin edhe ajetet e Kuranit. Islami nuk thot me rre grua, Islami thot me eduku grua. Islami thot me qortu gruan, kur e tepron e qorton. E nëse s'ngon, nëse s'përmirësohet, çfarë thot Islami? Ose e man si ka hije, ose e lëshon si ka hije. Kaq. Ama kur nuk thot me dhonu grua. Qohet burri botës menon që burrni është me rre grua. Namin e ke bë. Namin e ke bë. Kënë e ke rrej? E ke rrej që ato që e kalon familjen tonë dhe kujtimet e veta, pasunin e vetë, çdo gjë e kalon për ty, ka ardhur me kriju familje me ty, me kriju ëndra me ty. Edhe çto pe konsideron burrni. Po t'ishte burrni, pejgamberi Allahut i kishte bërë para krejt neve. Kur s'ka çu dorë në gru? Kur s'ka çu dorë në fëmijë? Kur s'ka çu dorë as në shërptor ti? 10 vjet Enesi, radhiyallahu anhu thot, i kam shërby pejgamberit Allahut. Kur s'm ka thonë, nëse e kum bë diçka që s'u dash më bë, pse e ke bë? E nëse se kum bë diçka që u dash më bë, pse s'e ke bë? Kur s'm ka thonë? Edhe kur kam gabuar s'm ka thonë. Prandaj duhet me avon një analizë vetes secili prej nesh, sepse kemi nevojë. Kjo na ngrit vetdijen dhe e përmirëson raportin ton me njerëzit dhe pastaj edhe me Allahun subhanahu wa taala. Dhe krejt në fund është mësimi i tretë. Nuk duhet me i dhënë përparësi të jashtmes para të brendshmes. Nuk duhet me i dhënë paraqitjeve publike tona përparësi para realitetit ton privat. Sa më shumë të investojmë në vetët tona në privatësi, kur jemi vetëm ne dhe Allahu, pastaj kur jemi vetëm ne dhe familjarët tonë, sepse aty jemi real, aty jemi natyral, aty jemi original. Kur ti dhe Allahu je, edhe as kusht tjetër nuk të sheh, e nuk dëgjon. Edhe ti merresh me punë të hajrit, më e pakta e pengon veten pe gjunat. Ke mundësi me bëni gjuna, po se bën. Ky je vetvetja. Ti je ky. Pastaj në raport me familjarët tanë, nëse ne jemi të dashur, jemi të qetë, jemi të sinqert, jemi zgjidhës problemesh, jo zmadhues problemesh, jo shtues problemesh. Jemi krye familjar me plot kuptimin e fjalës. Jemi vlla si ka hije, dikush është motër si ka hije, e mbi të gjitha dikush është bab si ka hije. Ky je ti. Çfarëdo që të njohin njerëzit jashtë shtëpisë tënde, ti nuk je ai. Sa ato janë të përkohshme. Edhe nëse buzëqeshën e ke veshën vesh, por në shtëpi nuk je i tillë, ti nuk je vetvetja. Edhe nëse je shumë i dashur, shumë i sjellshëm me tjerët, po si je me familjarët tu, ti nuk je vetvetja. Nuk je origjinali. Ti, unë edhe gjithë ne jemi ata që jemi në familje. Sepse në familje s'ka as frikë, s'ka as interes. Raporti ynë familjar është i ndërtuar mbi marrëdhëniet tona biologjike dhe marrëdhëniet tona shpirtërore. Asgjë tjetër nuk na lidh me familje. Çdo gjë tjetër është sekondare. Por jashtë shtëpisë na lidh ose interesi ose frika. Kemi diçka. Lusim Allahun në madhrishëm me na bëj prej atyre që nuk do të falimentojnë ditë gjykimit. Nuk do të jenë prej atyre që do të vinë me shumë namaze, shumë agjerime, e shumë
sadaka, zekate, e punë të mira, madje edhe sa kodrat, por pastaj i shkatrojnë ato. Me çka? Me zullum ndaj dikujt, me shpifje ndaj dikujt, me keqpërdërim pasurisë dikujt, me përçarje mes njerëzve, me ndarje mes çifteve, e shumë dukuri tjera që dikush lehtësisht i vepron dhe nuk ndihet as pak në faj për atë që e bën. Allahu i pastrov zemrat tona, Allahu i pastrov gjuhët tona, Allahu i pastrov veprat tona, gjymtyrët tona. Dhe në Zoti që në ditën e gjykimit do dalin për njerëzve përfitues dhe jo humbës, për njerëzve faqebar dhe krenar, dhe për atyre që Allahu subhanahu wa taala do t'i thotë ngrini kokat sepse unë ju kam falur. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.